the Kosovars will go home. Ne veç kemi hypë në për helikopterat, herë kanë qenë helikopterat Chinook. Ai moment i nisjes në Kosovë me atë ushtri, kur njëtën teme nuk muj me haru. Jo veç shteti jo, po çdo shtet ka nevojë për Kforin pas luftës, sepse Kfori është ai që bën poçën edhe që bën sigurinë e vendit. Smatram da su potrebne jer bez njihovog prisustva ne bi bilo moguće uspostaviti pravi mir. Zoran Spasić i kalon mëngjeset me shpezët që i mban në oborin e shtëpisë së tij në Rubovc të Lipjanit. Për serbin 56 vjeçar, jeta në këtë fshat 35 kilometra larg kryeqytetit kosovar është shumë më e qetë se sa 26 vjet më parë, kur Kosova sapo kishte dalë nga lufta me Serbinë, një konflikt që la mbi 13.500 të vrarë. Pas përfundimit të luftës, tensionet ndërretnike midis shumicës shqiptare dhe pakicës serbe u përshkallëzuan. Në këtë fshat të përzier etnikisht, tensionet u fashitën pas hyrjes së trupave paqëruajtëse të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. 2 put nedeljno, ponedjeljkom i petkom, uz njihovu pratnju odlazili u srpske sredine da bi kupovali one osnovne namirnice za naše potrebe i tako je to sve funkcionisalo do 2003. godine, kada su komandanti KFOR-a ocenili da ne postoji više strah za bezbednost. Pas luftës në Kosovë, KFOR-i u vendos në shumicën e vendbanimeve, ku jetonin shqiptar dhe serb. Një kontingjent paqëruajtësish u vendos edhe në fshatin Rubovc për të mundësuar banorëve lokal rikthimin në jetën e tyre dhe vijimin e punëve bujqësore. Žetvu, setve, oni su na polju izlazili sa svojim vozilima, obezbeđivali nas, tako da smo sve naše potrebe koje smo imali u tom momentu uz pomoć njihovu završavali. Në vitet e pas luftës, KFOR-i luajti një rol kyç në parandalimin e incidenteve ndërretnike. Kosova themeloi institucionet e saj dhe më 2008 shpalli pavarësinë, duke e bërë policinë e Kosovës përgjegjësen kryesore për sigurinë. Shka e tu bo, përgatita? Sot, në fshatin Rubovc, Zorani bashkjeton me fqinjët e tij shqiptar. A bashkën atje? Nureddin Zaskoku ishte 8 vjeç, kur në vitin 1999 në fshatin e tij hyn trupat paqëruajtëse të KFOR-it. KFOR-i pse ka ardhur ka qenë shumë e mirë, se ka qenë siguri edhe për shembull edhe për ne dhe për ta, se ka mujt edhe mas luftës me pas ndoshta për ta na i kërcënim pi dikujt tjetër ose ndaj sen, e kështu ka qenë shumë e mirë, ka qenë mirë sa ardhur. Përmes aktiviteteve për komunitetin, KFOR-i ndihmoi në rikthimin e jetës në normalitet. Po na ka ndihmuar me shumë sene, me aktivitete për me bashkëpunu, me lojra, me gjithçka, bëhen. Forcat paqëruajtëse të KFOR-it, si mision i udhëhequr nga NATO-ja, u dërguar në Kosovë më 12 qershor 1999. Kjo bëri të mundur kthimin në shtëpitë e tyre të më shumë se 800.000 shqiptarëve, të cilët ishin larguar me dhunë nga forcat serbe, si dhe kthimin e qindra serbëve që u larguan pas çlirimit të Kosovës. Kujtim Gjevori e kujton ende qartë ditën kur nga Maqedonia e Veriut hyri në Kosovë i shoqëruar nga trupat ushtarake të NATO-s. Në ato kohë, 21 vjeç, ai shërbeu si përkthyes për forcat britanike të KFOR-it. Nuk e kemi ditë që kemi me zbrit këtu, ne veç kemi hypë në për helikopterat, herë kanë qenë helikopterat Chinook dhe para neve kanë qenë helikopterat Apache që janë quajtur atëherë dhe ai moment i nisjes në Kosovë me atë ushtri, duke pas parasysh çka kemi heke, çush kemi qenë edhe çka kemi prit, ka qenë një moment që s'po di, do me thonë një dridhje, një rrëshqetje emocionale që kur në jetën teme nuk muj me haru.
Agim Qeku, ish ushtarak dhe ish kryeministër i Kosovës, vlerëson se prania e KFOR-it mbetet ende e nevojshme për vendin. Dhe do t'jetë këtu përderisa normalizohen marrëdhëniet derisa të jetë njohja e ndërsjellë dhe derisa të vlerësohet se nuk ka më rrezik të ripërtrirjes së konfliktit. Derisa në Kosovë, misioni paqëruajtës i NATO-s ende ofron siguri, përfshirë mbrojtjen e kufirit me Serbinë, disa shtete evropiane kanë përmendur mundësinë e dërgimit të një misioni të ngjashëm në Ukrainë, e cila po përballet me pushtimin rus që nga viti 2022. Por a mund të shërbej rasti i Kosovës si një model për Ukrainën? Ivan Vejvoda, bashkëpunëtori i lartë në Institutin për Shkenca Humane në Vjenë, beson se po, por ai thekson se procesi është i ndërlikuar. One needs to solidify the foundations of peace to show political willingness, but of course on terms that are fair to especially Ukraine. That was a sovereign European country invaded without reason by its nuclear-powered neighbor, Russia. Pavarësisht nëse do të arrihet pajtim për të dërguar mision ushtarak paqëruajtës në Ukrainë, serbë dhe shqiptarë të Kosovës besojnë se një forcë paqëruajtëse do t'i krijonte kushtet për paqe mes ukrainasve dhe rusve. Smatram da su potrebne jer bez njihovog prisustva ne bi bilo moguće uspostaviti pravi mir. Jo vetëm Kosovë, gjithkohë, çdo shtet që ka luftë gjithmonë i nevojitet KFOR-i për mas pari për stabilitetin e gjendjes edhe për me avyt popullin, për paqe më shkurtërisht. Situata e sigurisë në Kosovë është përmirësuar gjatë 25 viteve të fundit. Megjithatë, Kosova dhe Serbia ende nuk e njohin njëra tjetrën, edhe prej vitesh zhvillojnë dialog për normalizimin e marrëdhënieve, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Gjatë viteve ka ndodhur edhe incidente të rënda, ku KFOR-i ka luajtur rol kyç në ruajtjen e paqes, por është kritikuar për dështimin në ndalimin e dhunës, si gjatë razirave të vitit 2004. Ato u nxitën nga thashetheme të rreme se 3 fëmijë shqiptar etnik ishin mbytur si rezultat i veprimeve të serbëve, duke shkaktuar 19 viktima, mes tyre 11 shqiptar dhe 8 serb. Së fundi, KFOR-i është përballur me dhunë nga serbët lokal, si në majin e 2023-s në veri të Kosovës. Në vitet e para pas luftës, KFOR-i kishte 50.000 trupa, por pas vlerësimeve të vazhdueshme të sigurisë, ky numër sot ka rënë në rreth 4.600 ushtar. Prania e trupave në Kosovë është rritur sa herë që situata ka qenë tensionuar, sikurse pas sulmit të armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023. Aktualisht pjesë e misionit të KFOR-it janë 29 shtete anëtare të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, gjatë një vizite në Kosovë më 11 mars, tha se dërgimi eventual i forcave paqëruajtëse të udhëhequra nga Evropa në Ukrainë mund të ndikojë në rishikimin e pranisë së trupave edhe në Ballkanin Perëndimor.